Blegtor nga 8 komuna kanë protestuar në Tepelen për rënjen e çmimit të produkteve blegtorale dhe mungesën e tregut për to. Ata kanë derdhur 10 litra qumësht në rrugë, ndërsa kanë kërkuar marrjen e masave për të përcaktuar çmimin për produktet e vendit. Blegtorët kanë folur për konkurrencë të pandershme prej produkteve të importit dhe mashtrime për të rritur fitimet e punishteve përpunuese të Bulmetit. Ne kemi këputur vend dhe përfundimisht kjo si vjemja ka rënë fare, nuk i del njeri për zot prodhimit si mishit edhe qumshit. Po më problematike është qumshit se sezoni që i kemi këputur e kemi disa ditë që i kemi këputur dhe e hanë qëndë dhe bëjmë shtalp dhe nuk e hanë as njerëzit. Se mundësi tona janë vetëm për të prodhuar, nuk janë për të përpunuar Bulmetin. Pëvimi qeverisë, Ministrit Bujqësisë dhe thirrje kryeministrit që të vërë dorë për këtë prodhim që po i këndëm. I gjithë prodhimi, urdo shife, unë kam 2 kuntal në ditë, bashkë me shokët e mi, jemi 4 familje, i kemi fëmijë pa bukë. Asnjëri nuk ka marrë me fjalë mas fare më përpara na venin. Na luteshin për qumshtin, nuk me fjalë kishte njëri që të linte në shesh. Ju nuk po e shisni për shkak të çmimit tani? Si vjet me fjalë nuk na ka dhënë as çmim, vetëm na tallin. Po rrezikohet se tani përderisa nuk ka treg, detyrimisht s'kam ç'i dua. Kështu që me se jetojmë tani, se zona tona e tha dhe një dikush tjetër këtu që zona jo vetëm me blegtori mund të rrojë se tjetër gjë s'ka. Blegtorët flasin veç të tjerash edhe për detyrimet të pashlyera të mbartura në vite prej punishteve përpunuese dhe për mungesën e kontrolleve ndaj këtyre të fundit. Në hapësirën rurale të Tepelenës, 1 në 3 familje jeton vetëm fal mbarshtimit të baktive, kryesisht të imta. Zyrtarisht njihen rreth 500 blegtorë që mbarshtojnë kope me mbi 100 krerë dhe furnizojnë tregun, ndërsa qindra të tjerë plotësojnë vetëm nevojat e familjeve të tyre. Rritja e çmimit të ushqimit të dimrit për bagëtit, si dhe rënja në treg e çmimit të produkteve blegtorale, ka filluar të reduktojë numrin e krerëve gjatë 2-3 viteve të fundit. Rrethi i Tepelenës identifikohet si zona më tipike blegtorale në jug të vendit, jo vetëm për shkak të traditës historike, por edhe të kullotave të gjera e të pasura dimrore dhe verore.